Ky emision mundësohet nga Zoom. Përshëndetje miqtemi të dashur të në Zoom, për i takomi kështu edhe këtë të premte mbrëma me mua Albina Zenelin, këtu në kanalin zyrtar në Zoom me Albina Zenelin, ku kam derin dhe knatësin që sot para jush me prezentu një epizod krejtësisht ndryshe, duke uruar e shpresuar që sigurisht përveç informimet për më trejat nga fusha artit, kulturës dhe showbizit, do që jeni edhe argëtime, pse jo të mësojmë bashkë gjëra treja si që është raste i një histori e suksesit që në epizodën e sotme kemi vendosur me ju sjell pamje mbreslënse nga Villa Te Astra, 5 villa të cilat kanë bërë një super investim, zotri Hajden dhe Teuta, të cilët në vazhdimsi do t'tregojnë historinë e tyre të suksesit prej imigrimit në Kanada e deri tek investimi në vendlindjen e tyre në Shtraz të Kaçanikut. Kush do t'jetë të ftuarit e mi tani në rubrikën RFM, do të njeni përmes kanalit zyrtar në Zoom Albina Zenelin. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Te Astra, të cilat gjenden në Shtraz të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Te Astra në Shtraz ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Te Astra e shijoni luksin që meritoni. Pamjet flasin sa mira fjalë, një imazh i bukur tregon gjithçka. Në Zoom sonte në rubrikën RFM do t'ju njem me 2 persona që i falën emocion krejt kësaj perandorie që e krijuan në vendlindjen e tyre. Faleminderit Albina për kohën që e gjete, e erdhe këtu na vizitove te Villa Astra. Faleminderit për në Zoom, për emisionin tënd. Jemi prej Kaçanikut, jetojna në Kanada me bashkëshortën Teutën, kemi 5 fëmijë, nona është me neve, edhe dhondri e ndriti me mesën tonë të vogël Leandrën që dojna shumë. Si faleminderit njëherë që pat rastin me ardhë me vizitu villat tona, ideja për me investu në vendlindje si çdo mërgjimtar, që çdo ëndër që e kemi që na vjen koha që një ditë kthehemi edhe të investojnë në vendet tonë. Unë me Teutën udhtojna shumë, kem vizitu vende shumë të botës, edhe çdo vend që kem shku, kemi morë nga një ide. Çdo gjë, sa herë që jemi ulë dikon, ta kemi këtë pjesë të Kosovë, ta kemi këtë pjesë në vendlindje. Edhe na lindi ideja që të vina këtu në Shtraz
Kaçanikut, në bjeshkët e Sharrit, në Libeten. 5 villa ku secila më e bukur se tjetra. Të jetë një ndjesi si kur je në vendin më të pasur të Evropës, por në fakt gjendesh në shtras të Kaçanikut. Po kemi shumë bukuri natyrore që shikuesit kanë mundësi që përmes këtij reportazhi të njihen me një biznes të hapur së fundme. E zonja e shtëpisë na flet për emrin dhe zanafillën që fshihet prapa tij. Po na për 5 villat e vendosëm i bu 5, për shkak se kemi 5 fëmijë. Edhe për shkak të Astra, se emri Astra. Astra vjen prej një fjalë latine, që do me thonin e ka nën yje. To nën yje, jena nalt, yjet ka plot për mi pa yje. Me pamje mahnitëse, ambiente moderne dhe një ndjesi ngrohtësie që të bën të ndihesh si në shtëpi. Te Astra çdo ditë është një përvojë unike, por çka mund të gjejmë pushuesit këtu, këtë tregojnë më së miri vetë ata. Këto është largësia mbydetare, edhe ajri shumë, mos folmi për ajrin, që shumë kanë pas edhe vizitorë që kemi pas këto, që kanë thonë që ajri është i mrekullueshëm. Kanë ndi vjetën shumë mirë, edhe pse kanë pas vizitorë që kanë edhe 2 ditë, edhe kanë një shumë vjetën mirë, për arsye që është i mrekullueshëm, ajri. Se i përket natyrës edhe ajrit, ajo është një gjë që e kam përjetu vetë, se jetojmë këto. Kam qenë, domethënë, edhe si fëmijë në këtë pjesë, edhe e di shumë se sa do me thonën ajri pastër, do me thonë qetësia, natyra, vizioni që jep Sharri, po një gjë që është që japin villat e Astra, është janë rrezet që kryqëzohen këto rrymat e ajrit, ku malet e Sharrit është ndanë me malet Horodope, edhe është kjo pjesa këto që është për herë ndërpren, do me thonë është kryqëzohet. Edhe temperaturat janë, do me thonë, janë shumë më ndryshe, për shkak se në Kaçanik, në qoftë se jemi tash në Kaçanik, do t'jetë në qoftë se është 12 ose 15 temperatura, tu e ke minimumin e ke 10, do me thonë ndalon shumë. Çiftet të cilët janë partner edhe në biznes, konsiderojnë se përparësi e villave të Astra janë dhe këto rryma që kryqëzohen. Bëhet fjalë për malet e Sharrit, Lubotenit dhe malet Rodope, e që sigurisht njerëzit e rregullojnë edhe shëndetin, duke marrë parasysh që në kohën që po jetojmë, fatkeqësisht jemi me sëmundje të ndryshme. Pra, parsore është ajri, por aktualisht neve po na intereson me ditë cili ka qenë komenti më interesant që ata kanë pranuar nga pushuesit. Po një qift para një jave, ka këto edhe tha që shumë kishin kalu mirë, se sidomos për ndjeja edhe komodita, pastërtia, ajri, ndjesia, krejt ju kanë lidhë e mrekullueshme, shumë e mrekullueshme, kanë kalu qatë shmirë. Dëshiroj që çdo kush ose çdo njëri që ka t'ja plotësohet ëndrat, sidomos mërgjimtarëve që kanë plan të investojnë, të investojnë këto, se është vendi jot. Është vendi mirë, është vendi që pse mos me bë diçka, sikur shumë njerëz që kanë punu, dhe kjo vendi jonë është i ka molet, është bon dhe vend turistik, dhe ka mu bo vend turistik, është molet, është ajri, edhe pse jo, na e banëm ta dhe e realizum, ëndra jonë u bon, realitet. Për të bërë kjo ndër realitet, është dashur forcë, mund dhe sakrificë.
Prej një refugjati në një investitor milionësh, zotri Hajdin flet me emocione për kohën e vështirësive që ka kaluar. Kem shkuën, të më thonë, kur kemi emigruar në Kanada, kemi qenë pa gjuhë, kemi qenë pa, edhe sidomos ku ta kaloj shoqëonin në shumë një djesi tjetër ndryshe, mendon që ke ku ke shku. Atje, do me thonë, shteti kanadez na ka mundësu shumë gjonat, do me thonë në atë aspektin e për çdo gjonë, si për jetes, për shkollim, për biznese, krejt. Ka qenë vështirë, do me thonë, fillimi, sidomos kur asnjoni, as unë, as të uta gjuhën se kem ditë, një gjonë që na ka... Ka punu, kum punu dhonë, po ky ka punu Hajdini ma shumë. Hajdini ka punu ma shumë, unë me fmit. Ka punu 3 puna, që qash nuk ka mujtë edhe mu knoq me djalin e kena pas të parin, qërimin, e arke notën, në 3 notës, i bajke 3 puna, arke notën e zgjëki për gjumit edhe lujke me ta se s'ke shku. Po u desht me punu katë shumë për shkak se e kena pas edhe krejt shtëpiat e shkrumume. E u desht kemi animu edhe familjes Hajdini, edhe në dhomë familje studiant kena animu. Deri sa u bo mirë, tani dikur edhe vazhdojmë edhe për synimin tonë. Është një gjatë që e kjo të uta normal që është shumë vështirë ka qenë, edhe sidomos për mua që i kem pas të uta ka qenë, do me thonë, në të rritë qëllërimin kam foshnje, u qesha në mëngjes, në orat, në 7 orë dalësha në punë, visha mbrëmje, do me thonë, tonë ditën kërë ndrysha ndrimin, visha vetëm ndrysha teshat, qëllërimi ishte u vjetë, shkësha punën tjetër. Edhe natën kur visha në ora, për shembull në ora 1 ora në mbrëmje, kisha qenë me lujt me qëtërimin, u desh kemi aqi gjumin e me lujt. E një 3 vjet, kem punu shumë vështirë, po me ndihmën e Teutës, edhe, do me thonë, edhe shneti çdo që ne ka dhonë, kemi arrit, tani kem fillu mu stabilizu, kem hap biznesin tonë, kem fillu me investime, edhe kur fillutëm me ndru, kur patëm se çka ofron Kanadaja për neve, tani me ndutëm tani për vend lindje, do me thonë për familje tona, këtu që i kemi. Gjithmonë, çdo sen që kena bu në kanot, çdo çka kena pa për Kosovë, çka kena ble për Kosovë, çdo herë Kosovë, vend lindjen. Edhe çdo herë mendojna mu kthy, sa herë kena mendu mu kthy. Po nuk e di. Po e realizum, te Astra e realizum diçka që e kena pas çdo herë në mendje, në zemër. Derisa ata e hapën zemrën për të treguar copëza nga e kaluara e tyre, cili ka qenë momenti i vështirë për ta si familja. Leona është vajza e madhe edhe Festina, masi Festinës i kishte 3 vjet edhe vendosën për mu kthy. Edhe se s'mujshmi, çdo herë dyshisht për mallum për mall. Edhe vendosën për mu kthy, krejta se po apet jo dalke diçka në një pengesë edhe e lon shtëpi. Nuk e di. Ka qenë në vitin 2012, më të ka pofsha, në 2012, edhe patëm, afrutëm dë gjona që ishin ma me rëndësi, do me thonë, çdo gjonë, do me thonë, është familja, për herë është gjona e parë, është nona, do me thonë që është me neve, patëm mundësi mja rregullua dokumentat e Kanadas, krejt, po momenti që kem mendu mu kthy në Kosovë, do me thonë, ka qenë, kur i kem blerë banesën edhe lokalin. Edhe me ndutëm, okej, kem bërria gjonët që të kthehemi pra në Kosovë, po dashti fati edhe vazhdutëm pak ma shumë, e punutëm pak ma shumë, edhe investutëm pak ma tepër, do me thonë në te Astra këto. Të kalojmë tani të një pjesë tjetër që për ta është goxha e rëndësishme. Hajdini dhe Teuta janë prindër të 5 fëmijëve, 1 djali dhe 4 vajzave.
One çdo herë kur ku mendu njëci për djalin edhe për vajzat. Për çfarë arsye, nëse djali e merr një villë, kam i morë edhe vajzat villën e vet. Me qenë se kur ja kemi nis villat me nreq, ishte Festina, Blerta dhe Eliza, se Qëllimi dhe Blona ishin në Kanada. Edhe ato si hajgare e nisën, thanë që kjo villa e jemja, që kjo e jemja, që kjo e jemja, se cili ja kanë nu emrin e vetë. Qëtu është e Qëllimit, që kanë lon emrat vetë, e ajo numër 1 është e Bleonës, 2 është e Blertës, 3 është i Festinës, 4 është i Elizës, mdokët, mos gabofsha, se i kanë nu emrat vetë. Edhe e kanë si hajgare, po si cilën villë e kanë morë me emër. Une nuk e dalloj. E kam djalë, e kam vajzë, se cili e merë ata. Sot sa punoj, kam më da krejt, në fund, si vajzës, si djallit. Nuk muj me i dalu. E pse djallit ja ke bo me bazar? Ja kanë lon vetë, se jo më kishin gjiku. Kishin gjiku e po ja kanë lon vetë këto Festina. Ja, bazenin e kanë përbashkë. Bazenin e kam përbashkë. Jo se për me, më këshin gjiku, këshin thonë ti djallit ja ke lënë me bazan, po jo, vetë i kanë zgjidh. Edhe kur një gjotë ta me cek për puna e bazenit që po thu është për edhe kuna është cekin e lënë qëtërimit. Nuk është puna që e ki bo, planin që i kemë bo, do me thonë që tash që sikur e ceka më herët, unë me të utën kemi uftu shumë. Kem vizitu pjesë tjerë, edhe shumë për botës. Edhe arsyeja pse kem marrë është edhe resort, do me thonë, është Villa Astra, është si lloj resort, do me thonë. Si kemi në Kanada, për shembull, i janë. Ti shkon për shembull, i ke do me thonë, komunitetin, e ke kuzhinën, i ke gjitha gjonat po pishinën, e kem përbashkë. Për shembull, atje njerëzit nuk e shohin dallimin sikur e shohin na këtu, për shembull, me familje, unë si shkoj dikon, e kam pishinën të bashku, do me thonë jacuzzi është pak ndryshë, gjonat një tjetër, ma gjonë private. Po kur vjen punat e pishinat, atje mujna me shfrytëzu. Do me thonë edhe me share, si të thojnë ana. Me të përbashkë, për zonë, nëse vinë 5 familje këto, e kena pas planin fillim që 5 villat me mujt me shfrytëzu bazentin për 5 villat. Po ofertat kur i patëm asane, se cilë dhe të ishin, a mujna villën me pishin, edhe pak e ndrum ata se po mdokët që ishte pak vështirë me shfrytëzu bazentin edhe për villat tjera. Teu të moj, na thuaj pak në pika të shkurtra pse duhet të viziton villat e Astra. Ajri është natyra, malet, 2 minuta nëse hec i ki pishat. 2 minuta i ki pishat, restorantin i ki 5 minuta. Që kjo s'po di tjetër? Është një pjesë, është normal që është ajri pastër, qetësia, edhe lartësia mbydetare, do me thonë prej këtujt si të dashë në Ballkan, e ke Tetovën, e ke Kufinin, e ke Libetenin, e ke që asë gjatë nuk ta ndalën ty pamjen prej këtujt. Është një gjatë që ku të qohësh në mëngjes, e sheh natyren, e sheh qetësinë, i sheh zogjt, i sheh çdo gjë. Libetenin. Ata ajo një pjesë që s'u nuk ndon askush prej asaj. Villat e Astra në Kaçanek janë krijuar për ata që duan më shumë se një shtëpi, duan një përvojë unike. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndëruar. Mes gjelbrimit të shtrazës dhe ajrit të pastër malor, gjendet vendi ku luksi takohet me natyrën. Për fund, qifti këndshëm na jep një porosi që duhet patjetër ta dëgjoni. Për ato kush do ta vizitojnë te Astra, të ju lutem na kontaktoni në Instagram, Facebook e TikTok. Hajdi këtu edhe shihni vet natyrën, ajrin edhe villat tona. Qetësinë, bukurinë që jep sharri, lartësinë mbydetare,
është një gjë që çdo kush e preferoj që ta vjen me ta shijon natyrën, me të malet e sharrët Libetenit, edhe pamjet që i ka të mahnitse. Çmimet janë modeste, ma mërmenja që janë një gjë që ke mundësi çdo kush t'ja ofroj vetës një gjë që ta shijon te Astra. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villat e Astra në Shtraz ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Intervista e javës sjell kampionën e mundjes Kanita Spahia. Është vetëm 16 vjeçe, por me një karrierë të bujshme. Detajet e intervistës së saj ekskluzive do i kuptojmë së bashku tani. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në villat e Astra, të cilat gjenden në Shtraz të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villat e Astra në Shtraz ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani te Astra e shijoni luksin që meritoni. Një disiplinë sportive luftarake ku dy kundërshtar përpiqen ta rrëzojnë njëri tjetrin në tokë. Apo e mbajnë kundërshtarin me shpinë në dysheme për disa sekonda, por pa përdorur goditja. Bëhet fjalë për sportin e mundjes, i cili është një sport force, teknike dhe strategjia. Kërkon ekuilibër, shkattësi dhe kontroll të trupit. E këtë më së miri së fundmi po e bën Kanita Spahia, e cila është vetëm 16 vjeçe. Ajo ishte ftuar në Zoom e flet më shumë për ndodhitë e fundit. Unë jam Kanita Spahia, jam 16 vjetë, më pëlqejnë sportet luftarake, janë të vështira, po kam vendos vetë me bo. Edhe shpresoj që kam arrit. Ajo e mori një medalje duke u shpall fituese në Rumani. Medaljen e fundit e kom marrë në Rumani, që mbajtu në Cluj-Napoca, u kon kampionati ballkanik, ku jam shpallën kampione ballkanike. Kom pas garë me një turke, ku e kom posh 12-2, dhe ka zgjatë rundi deri në fund, prej fillimit deri në fund. Ajo pas mbarimit të mësimit shkon në stërvitje dhe ushtron 2 orë. Në sportin e mundjes, ushtrimet janë të rëndësishme për të zhvilluar forcën, shkattësinë, ekuilibrin, qëndrueshmërinë dhe tekniket e duhura të kapjes. Mes këtyre angazhimeve, Spahia gjen kohë të lirë që të përkushtohet edhe në restorantin e saj. Weekendov në kohën e lirë, unë vi këtu në Shtraz e kam restorantin, ku prindërit e mi janë shefa, edhe i nimoj prindërve, dalejt si natyrë.
Me qenë se u përmend familja, e reja nga Kaqaniku foli me shumë dashni për përkrajen që merr nga njerëzit e saj të dashur. Prindërit i kam gjithmonë pranë, sidomos babi, gjithmonë afër më rren. Kam përkraje shumë të mëdha ndaj familjes, i falenderoj shumë. Shpreson që shumë shpejt ëndra do i bëhet realitet që të jetë profesoreshe edukatës fizike për të ndihmuar të rinjët të zhvillojnë trupin, mendjen dhe disiplinën përmes sportit. Por cila do të jenë planet të ardhmës së ndritur të Kanitës? Unë jam nxënëse e klasës 11, mësimet i vjojnë në shkollën Skënderbeu në Kaqanik. Pas shkollës mesme, unë mendoj se do të vazhdoj fakultetin për prof edukatës fizike. Shpresoj që të ardhmen do të kem sukses edhe në shkollë. Edhe inspiroj krejt vajzat që më mirë me sportin e mundjes, son një sport shumë i veçantë, me thonë, edhe besoj që mundi me arrit me këtë sport. Duke bashk biseduar, ajo merr një prej diplomave të fundit, e tregon më shumë detaje në lidhje me shpërblimet që pranon kur tregohet më e mira ndër shoqe. Ndër diplomat, kjo është diploma e fundit që e ku marrë në Rumani, edhe për zgjodha t'ja tregoj juve, ku jam kategoria është 55 kg, unë 20, ku jam radhitur e dyta në Ballkan. Komentet janë shumë të mira, profesorët, nxënësat, krejt më përkrajnë shumë. I falenderoj edhe drejtorin e shkollës, profesorët, kujdestarin krejt. Falenderit shumë. E për fund, Kanita shpreson në një gjë shumë interesante që do ta bënte jashtëzakonisht të lumtur. Këtë vit nuk ka u gara, i kom përfundu, veç e pres shpalljen e sportista në fund vit. Shpresoj që të dalë më e mira e mundjes. Kjo intervistë nuk ka lezet pa një mesazh motivues që duhet patjetër ta dëgjoni. Këtë profesion duhesh më koni guximshëm, edhe nuk është ndaj sen tragjike që mos me bu këtë sport. Kështu që i kisha thonë krejtve që me vazhdu sportin e mundjes. Sa është shumë mirë. Kë ka pas Kanita inspirim? Shoqja ime është mirë prej e vogël, tani më ka morë edhe mua që kum vazhdu më mirë me mundje. Një personazh që nuk ka qenë më të pjesë e rrugtimit të Nzum, do keni mundësi që të njiheni tani me profilin e dikujt që ka ngacmu goxha shumë mediat në Kosovë dhe rajon, e që rikthimin ka vendosur me bu pikërisht në emisionin tonë. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaqanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Sjell vërtet freski për audiencën. Bëhet fjalë për Lulën, e cila ishte ftuar në Nzum e flet për risit e fundet.
si zhvillim, muj me thonë, prej kongës por dhe që tash është si me thonë a big time që ka kalu. Edhe besoj që me se cilën kongë e ka stilin e vetë, historinë e vetë, është që me thonë është kongë për veti. A modeli që tash superin, shku mu më pëlqejnë krejt projektet që i kom realizu deri tash, se cila kongë ma e veçantë se tjetra. Ajo është lindur e rritur në Gjermani, aktualisht jeton në Kosovë e më shumë emocione flet për rikthimin. Shumë mirë, jeta në Kosovë gjithë më ka pëlqyer dhe gjithë e kom pas një farë, që me thonë, e lanim për me orë këtu, me ne këtu, bili me provu një vjetës së të muj, edhe thash vjetë këm thonë, kur nëse ju qëtë ku, apo dhe në kur ma të mirë, why not? Edhe i ku morë sen edhe jo morë. Qështë prej të njerës këto ndoshta krita jo pytja? Shumë mirë, krejt janë friendly. Nëse këtu kam edhe familje, nuk që jam veta në sen, amo besoj së në dhe përveç muzikës punoj. Edhe jo, krejt mirë, kështë ka da e dole, step by step. Prej e vogël ka pas kontakt me botën artistike. Kaluaj tur në piano e po ashtu ishte pjesë një grupi të baletit. Për më tepër, muzikën e ka të trashëguar nga familja. Si në atë familje gjithë krejt kënojmë mami, tezja, my cousins krejt kënojmë Dina dhe Miro Tarabuka. Ndoshë s'mave kollëm krejt e bojmë super nej. Amo kështu, une s'pëtish më thoni këmorë dhe hopat pak ma profesional me hija, për me kryu dhe qka temën, më thonë, this is me. Lula ka një stil modern të punës, është e hapur për pothuajse secilin zhanër, e kur jemi tek bashkëpunimet, ajo e ka një mesazh interesant. Jam open for everything, nuk jam në që thamë vesh që të stil edhe go, amo është shumë, që me thonë, është shumë important me pos dikon rrethin ngusht, edhe muzikë, edhe gjithka, që të kuptojnë, i din kërkesa tua, din qa me bo, ndihmojnë, apo din rrinë ofër teje. Unë zakonisht punoj massive production me Granit Gashin edhe Dardonin, Dard, i përshëndes. Edhe klipet i bëj me Excel Films, me Gaddafi. As nuk e kemi parë ndonjëherë në bashkëpunim. Çka mendon Lula për këto realizime të duetëve, sidomos kur flitet mes femrave? Nashta me Travis Scott. Apo më nën kështu okej, se di, Don Jonin pëlqen, edhe me tajnë në shafë për shtatë. Kështu këndim, rap, se më pëlqen shumë qysh stili sajnë, rap, tekstet e sajna shumë. Zi, unë e besoj që shumë për shtatë tepër mirë. Një tjere publike për duhe. Tajna! R&B dhe pop janë dy nga zhanre që ajo do të dëshironte t'i kishte afër, sepse ndihet vetvetja. Por ajo mendon që zhanret që në Kosovë nuk kanë qenë do të jenë prezenteve viteve në vazhdim. Zoni edhe shpirti ma shumë më flenë në R&B, në shumë ngoj, edhe jazz ngoj shumë, Rihanna në ngoj shumë, Summer Walker's di, qatu është, edhe Ana Grande ngoj shumë, qatu më flenë ma shumë të shpirti, që më thonë. Besoj që mundet më zhvillu se muzika është, më thonë, diçka që ecë me kohë, nuk ka veç një drejtim edhe that's it, po ecë me kohë, normal të është pak ma piano, ma shumë house-in, se tjera zhandra, amo, yeah, why not, me provu, me këqyrë. Për Zoom ajo ka zbuluar se së shpejti vjen me projekte të reja, e deri atëherë i urojmë shumë suksesa. Ju falenderoj krejt për mbështetje, ju dua shumë nëse keni edhe naj ëndër ose naj goal me arrit në jetë mos nani kur, po fight for it, till you make it.
Mendimi i vlefshëm i qytetarit vjen tani tek ju përmes rubrikës Vox Pop. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Në kam shku, mas liberalizimit... Po, mas liberalizimit, si ka qenë pritja? Jo, s'kam qenë. Nuk kam qenë ma herët para liberalizimit, po, me vizë normalisht, mas liberalizimit jo. Pritja është fascinante, pa dilem. Ajo përvoja jone, familje dhe mikë pritja është nivelin ma të larë sa zban. Vazhdan tjetë ashtu dhe më tutje. Por nëse na presim prej tyre dhurata, çokolata, sidomos nga Zvicra, jo çfarë ju keni çu? Po të them të drejtën, ne s'po flasim individualisht. Ne mundu t'ju qojmë atë ngrohtësinë familjare. Ajo është esenciale, ndërsa dhuratat e tyre janë veç prania tyne e rëndësishme që malli shuhet. Ndërsa çokolata gjendet këtu s'ka problem. Në konë janë 100 herë. Edhe pa viza? Edhe pa viza. Po, shumë herë dhe përpara tash. Pas liberalizimit të vizave? Jo. Psa? S'kam pas në interesim. A mendon në zotri që na i dojnë ma shumë bashkëdhetarët se sa ata neva? Tash një është e dyanshme, nuk është e njanshme. Po për shembull na i presim shumë a mirë. Respekti, kush po të që ma mirë. Ka thonë dikush që ata ma kesh cilën, është njerëzor, me gjithë njerëz më cilë mirë, pa marrë parasysh, a i tonë troje shqiptare, jashtë troje shqiptare, është e përkatësi kombëtare shqiptare, pa ndonjë tjetër. Mirësjellja është vlerë njerëzore. A keni udhëtu halo në Gjermani, në Zvicër, në ikon? A keni bo plana? Jo. Jo. Psa? Se na shpu. Material pas materiali po afrohemi kështu edhe në përfundim të kësaj epizode, duke uruar e shpresuar që përveç informimit sa do pak edhe jeni argëtuar me ne.
Më të argëtuar do t'jeni edhe kur të kuptoni se kush ka sjell projekt të ri e kush është duke punuar vazhdimisht që për fansat e tij apo të saj të sjell projekte të reja. Në vazhdim rubrikat Çka ka tre. Një falënderim shumë i madh ju shkon bashkëpunëtorëve që tani më janë pjesë e rrugtimit tonë të gjatë në Zoom drejt 9 vjetorit të emisionit. Faleminderit shumë për bashkëpunimin dhe që na keni besuar që projektet e juaja me i reklamu në platformën tonë online Zoom. Deri prantën tjetër nga unë Albina Tong Tong. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Po thum ke dasht fort, një lidhje kot plot me rena. Blaro Solli e komdit në bashkëpunim me Lab. Tekstin e ka shkruar Sleke, për orkestrimin u përkujdes Edon Avdio. S'kom dasht me t'langu, krejti kam falë si e kam dhe lutu. Ana vizueli u realizua nga Time Pictures, për më shumë ndiqeni këtë premier. E kom dit, zemrën moti ma ke vra, em ke sha. Le gabimet mos mu kaptash, hajde se jom lodh, o jom lodh thura. O Manin, erdhe nga Erike, tekstin e ka shkruar vet ai cili bëri dhe muzikën. Fation Miftaraj u përkujdes për miksimin dhe masterizimin e këtij projekti muzikor. Teksa ana vizuele u realizua nga XL Films. O Manin ku je qaban, o Manin ku del ku shkon kalzon. Prej teje unë nuk e prita, mrapa më ngule shumë thikat, kam besu, m'ke lëndu. Merisi erdhe dhe Gresa Beluli, ajo gjatë këtyre ditëve publikoi një këngë të re që mban titullin Prej teje, e që vizualizua edhe me videoklip punuar nga TV Dielle. Për më shumë ndiqeni këtë premier. S'po duron kjo zemër pa të pa, s'moj pa ty, t'kom dashni. Një bashkëpunim mjaft interesant u publikua të mërkurën brëma, bëhet fjalë për Dyshën Bardhi dhe Irkenc Hyka. Ata sollën Melankolia, tekstin e së cilës se kanë shkruar vet ata. Muzika u punua nga Irkenci në Unix Music, për miksimin dhe masterizimin u përkujdes Gjojo, kurso ana vizuele u punua nga Valon Azire. Atë ditë që ke më dhe të zemrën ma kemo. Duket se Noizit dhe dhurata dorës po jetë shumë mirë me bashkëpunime. E po, këtë dëshmon që ata prap janë bërë bashk. Dysha kanë plesuar atë ditë. Për më shumë ndiqeni këtë premier.
për shpërit si testament porosit, kërkon mos me llogarit, ama ne pos më. Pas një pauzë relativisht të gjatë, 2x2 u rikthye me një projekt që mban titullin Bla Bla Bla. Tekstin e ka shkruar vetë ai. Muzika u punua nga Bo Beats. E kënga është pjesë e albumit Testament. Ndjenja ti këm shkrep si kur poezi në flet, masi tema shumë nxehtë edhe koha shumë shpejt, për ditu lut për shnet se e kena veç një jetë. Qaki o bebe ti qaki, pse po mrensim me mërzi. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për këngë të reja. E nisi me Kidën, e cila përmes Instagramit na ka bu me dije se së shpejti vjen me një projekt të ri. Lëptit e tjetra. Mësohet se këtë herë Orhidea Latifi rikthehet si këngëtare baladave me tekst emocional. Diçka ndryshe po vjen, ka thënë ajo në mbishkrimin e këtyre fotografive. Një rikthim të shumë pritur do ta kemi nga Mirsa Kërçeli. Krijuesja hitëve Punë e Madhe, Buzën mbi buzë, Djaloshi im e të tjerë do të vi me një projekt e madje xhirimet e klipit kanë mbaruar gjatë javës që e lan pas. Buzën mbi buzë, dora jote me saj dhe ëmbël i fjet, po unë e kam faj që nga dita e Zoom ju sjell pak nga prapaskenat. Gjithsesi, fansat mezi po e presin befasin e Mirsës, e cila jeton dhe vepron në Kanada. Deri në fund të kësa jete për ty do. Kur Zahiri Kosovë si bëjmë roje, betimi jon me i qliru këto troje. Goldi G ka shqetësuar fansat me këtë imazh. Por në fakt, ai është thjesht duke xhiruar një videoklip, e madje projekti do të titullohet Çlirimtar, që pritet me u plasu shumë shpejt. Këtë ka bërë të ditur vetë Ariana Gushi përmes rrjetit social Instagram. Me një surprizë të këndshme po vinë dhe bashkëpunëtorët e kahmëtshëm Asim Gashi dhe Leonora Jakupi. Këtë kanë bërë të ditur vetë ata përmes këtij postimi, ku shihen në studio teksa kanë përfunduar incizimin e projektit të radhës.